Shqiptari magjistar aratiset për herë të katërt nga burgu i sigurisë së lartë në Itali. Një aratisje spektakolare ka ndodhur në burgun e sigurisë së lartë në Opera Milano, ku i dënuari shqiptar Taulan Toma, 41 vjeç, është shpallur në kërkim pas zhdukjes nga qelia e tij të dielën në mëngjes. Sipas mediave italiane, alarmi u dha rreth orës 08 kur oficerët e policisë burgut nuk e gjetën Tomën gjatë kontrolleve të mëngjesit. Hetimet paraprake tregojnë se ai mund të ketë prerë hekurat e dritares, është ngjitur në obor dhe më pas ka kaluar murin rrethues duke u zhdukur pa lënë gjurmë. Forcat e sigurisë po kontrollojnë zonën përreth burgut dhe territoret përreth Milanos, ndërsa po analizojnë me imtësi edhe pamjet e kamerave për të rindërtuar çdo hap të aratisjes së tij. Kjo është hera e katërt që Toma i shpëton burgimit. Ai ka precedent për grabitje, vjedhje dhe trafik droge, ndërsa dënimi i tij aktual skadon në vitin 2048. Aktualisht në zonën e operas dhe më gjerë janë angazhuar njësi të shumta policore, patrulla në tokë, njësi speciale dhe kontrolle rrugore, ndërsa Toma konsiderohet shumë i rrezikshëm për shkak të aftësive të tij për t'u aratisur. Hetuesit po punojnë për të zbuluar nëse Toma ka pasur ndihmë nga jashtë apo e ka organizuar aratisje në mënyrë të pavarur. Ngjarja ka shkaktuar shqetësim të madh në Itali, duke ngritur pyetje mbi sigurinë në burgjet e sigurisë së lartë dhe masat e marra ndaj të dënuarve me rrezik të lartë aratisje.